Modeli ukrainase Maria Kovalchuk, e cila u gjet me lëndime të tmerrshme në Dubai, është operuar me sukses për herë të katërt. Ajo që i shqetëson të gjithë është ajo që po bënte Maria kur përfundoi në shoqërinë e gabuar. Sipas mediave të huaja, e reja kishte shkuar fillimisht të punonte si punonjëse seksi në Barcelonë, ku për shërbimet e saj kërkonte 500 euro, pavarësisht nga gjinia apo numri i klientëve. Gjithashtu dyshohet se ajo ka pasur probleme me varësinë ndaj substancave narkotike. Kovalchuk besohet se ka qenë për disa kohësh e përfshirë në këtë botë, gjë për të cilën edhe nëna e saj kishte dijeni, por nuk e kishte problem. Sipas kanalit Telegram Mash, 20-vjeçaria dyshohet se ka marrë pjesë në orgji në Dubai dhe ka siguruar jetesën duke ofruar shërbime seksuale. Madje pretendohet se ishte specializuar në fetishe ekstreme. Natën kur ndodhi ngjarja, Kovalchuk dyshohet se mund të jetë hedhur nga një pallat në ndërtime sipër, në mënyrë që t'u shpëtonte klientëve që po e sulmonin. Ajo kishte marrë pjesë në një festë organizuar për anëtarët e shoqërisë së lartë, por emrat e tyre nuk janë publikuar. Me këta persona thuhet se festat e shturura janë mjaft të zakonshme. Gratë që marrin pjesë në këto festa fitojnë deri në $30,000, por shfrytëzimi seksual deri në ekstrem është shumë i zakonshëm. Për $50,000 disa grava u thyen dhëmbët, dhunohen, qethen tullace ose varen në disa grepa metalik. Sa më tërheqëse dhe popullore të ishte një grua, aq më shumë fitonte. Disa thuhet se kanë fituar deri në €100,000 për festat ashtu quajtura Porta Poti, flet edhe prestigjozja The New York Post, duke pretenduar se të famshmit, modelet dhe aktoret mund të fitojnë deri në $100,000 në këmbim të përmbushjes së dëshirave të burrave ultra të pasur. Rada Stirling, CEO i Detained Dubai, një organizatë që ndihmon individët e huaj lidhur me sistemin ligjor të Emirateve të Bashkuara Arabe, shpjegoi për The Mirror se influencerët joshen dhe më pas u ushtrohet presion për të marrë pjesë në këto evente. Ajo shtoi se ligjet e Emirateve të Bashkuara Arabe në lidhje me seksin jashtëmartesor u letësuan në vitin 2022, ndaj dhe për këto shfaqje janë gjetur hapësira të reja. Pjesë e këtij grupi mendohet të ketë qenë edhe Kovalchuk, pavarësisht se miqtë e saj e mohojnë faktin se mikesha e tyre merrte pjesë në festa të ngjashme. Aktualisht autoritetet në Dubai po hetojnë për të zbuluar se si ka ndodhur ngjarja, por situata është pak e turbull pa rrëfimin e Marias, e cila edhe pse ka dalë nga koma, ende nuk është në gjendje të flasë. Nga informacionet paraprake, thuhet se modelja ukrainase ka mbërritur në Dubai më 15 shkurt për pushime me mikeshën e saj, modelen ruse Angelina Doroshenkova. Më pas ajo u zhduk për 8 ditë, pasi u tha miqve se ishte e ftuar në një festë në një hotel më 9 mars. Modeli u gjet në rrugë, me brinj, gjymtyr dhe shtyllë kurrizore të thyer, por fatmirësisht është ende gjallë. Në momentin e zhdukjes së saj, Maria i kishte thënë nënës së saj se do ta kalonte natën me 2 burra që pretendonin se ishin agent modelingu. Ajo kishte rezervuar gjithashtu një fluturim për në Tajland që nisej nga Dubai më 11 mars, por nuk u shfaq kurrë në aeroport, duke bërë që familja dhe miqtë e saj të lajmëronin autoritetet.